17 vjeçare ka tentuar të japë fund jetës duke pirë fotoksin. Mësohet se e mitura është transportuar me urgjencë në spitalin e traumës dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Spitali Rajonal Lezhë ka njoftuar sallën operative se është paraqitur për ndihmë mjekësore një 17 vjeçare e cila dyshohet se kishte pirë fotoksin. 17 vjeçaria u transportua në spitalin e traumës Tiranë për ndihmë të specializuar ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme, njofton policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.